Zëdhënësja e qeverisë Marja Miteva ka deklaruar se inspektimet e fundit kanë konfirmuar shkelje të rënda rregullatore, nga ku sipas saj provat janë të qarta. Ajo tha se që nga inspektimi i djeshëm i 12 objekteve me licencë aktive të vlefshme, është konstatuar se 3 prej tyre nuk i plotësojnë kushtet, pra kërkesat minimale teknike dhe megjithatë kanë licencë aktive për të kryer një veprimtari. Për 9 të tjerat, Miteva njoftoi se dokumentacioni është ende duke u kontrolluar dhe me informata shtesë do të dalin gjatë ditës. Ajo shtroi se për mbi 10 ekipe janë në terren për të kryer kontrolle. Napomenав дека дополнително без разлика на Në lidhje me këtë situatë, një kërkesë për heqjen e licencës, ndalimin e kryerjes së një veprimtarie dhe të gjitha dispozitat ndëshkuese që janë të mundshme sipas ligjit, do të dërgohen menjëherë në Ministrinë e Ekonomisë. Janë mbi 10 ekipe në terren në çdo moment këto ditë që kryejnë kontrolle sot dhe do të vazhdojnë edhe nesër. Sipas saj, ajo që ndodhi në Koçan nuk është vetëm një tragjedi e izoluar, por një simptom e një sistemi të prishur të trashëguar nga korrupsioni i kahershëm. Ne as nuk do të mbyllim syt dhe as nuk do të mbrojmë. Dua të theksoj se e kuptoj zhgënjimin. Njerëzit kërkojnë drejtësi dhe do ta marrin. Kështu përfundoi Miteva.